dola në tregun e Gjakovës, u befasova pash Coca-Cola, pash Sprite, pash Fanta, dhe nuk e harroj që familja ime të kuptonte ç'a ishte se Shqipëria s'kishte gjëra të tilla. Nuk ka për të harruar kur emocionin kur ne morëm kthesën drejt Kosovës, pra nga zona e pjesës Republikës Federative të atëhershme të Maqedonisë, edhe kishe emocion, ka qenë Agim Zeka, prezident ministri, Skënder Minxhozi, që është sot komentatori i njohur, dhe unë. E si e kishe imagjinu Kosovën? Shiko, Kosova në atë kohë, përtej pjesës patriotike, kishe diferencë shumë të madhe ekonomike me Shqipërinë. Dhe po thënë, kur unë dola në tregun e Gjakovës, u befasova pash Coca-Cola, pash Sprite, pash Fanta, dhe nuk e harroj që familja ime të kuptonte ç'a ishte se Shqipëria s'kishte gjëra të tilla. Mbaj mend kam bler disa shishe shampo, një shishe Coca-Cola, një shishe Fanta, një shishe Sprite që t'ia çoja familjes, dhe kur mbrita në Tiranë, nga rruga shumë e gjatë nga Kuksi, nga Ktundja, ato kishin shpërthyer, edhe kishin mbet vetëm pak sasi e tyre në fund, po vlejti sa për ta provu prindrit. Që e parë që në rasy ishte ekonomia, e dyta ishte mos kuptimi. Ne vini me një Shqipëri e shkatërruar nga komunizmi, ku gjysma e popullatës po largohej nga Shqipëria për të shpëtuar, dhe në Kosovë gjenim në Kosovë që na flisnin për komunizmin, dhe këtu ne nuk kuptonim dot. Do të thënë ne ju thoshim, "Ore, jeni në vete", ata thoshin, "Na jeni në vete ju. Si ju shani vendin tuaj", thoshim, "Ore, ne jemi në uri", kupton? Përveç një mungesë lirie plot, vrasje, krime. Këtu kishte një mos kuptim midis dyve.